Kryeministri Edi Rama nga Shkodra në aktivitetin e 35 vjetorit të PS-s u shfaq para socialistëve i veshur me një bluzë me një flamingo, duke u përgjigjur për të disa të herë kritikave dhe protestave qytetare kundër projektit për Zvërnecin. Në fjalën e tij, Rama tha se qeveria nuk është shkatrimtare, por ka luajtur rol kyç në mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit në vend. Ai solli si shembull rikthimin e disa specieve të mbrojtura dhe moratoriumin për pyjet, ndërsa kritikoi kundërshtarët e projekteve zhvillimore. Mbrojnë Shqipërinë nga unë, nga ju, nga Partia Socialiste. Ne nuk jemi shkatrimtarët, ne jemi shpëtimtarët. Duket një fjalë e madhe dhe e tepruar, por po të kishin gojë të flisnin flamingot, do të tregonin historinë e idhur se si ata nuk vinin në Shqipëri, sepse i priste çiftja e atyre që bënin stërvitje, sikur të shikohen të gjitha numrat e popullsisë së shpendve krahasimisht me çfarë kishte kur kërciste pushka në çdo pyll e në çdo lagun. Atëherë do të shikohet shumë qartë që ne sot kemi një popullsi, një faunë të ripërtrirë. Rama një thirrje pati edhe për thirrjen e protestuesve, shtypëria e shqiptarëve, vdekje e tradhtarëve, duke thënë se Partia Socialiste nuk mund të akuzohet për tradhti, ndërsa shtoi se interesi kombëtar është prioritet për partinë që ai drejton. Harrojnë që kanë të bëjnë me një forcë të cilën mund ta kritikosh për shumë çka, për dje edhe për sot. Po kanë të bëjnë me një forcë të cilës kur askush nuk mund të qohet dhe të marrë kurajon t'i tregoj gishtin si një forcë që ka tradhtuar ndonjëherë interesin kombëtar. Sepse interesi kombëtar ka qenë për Partinë Socialiste qysh në kryet herës një pikë e palëvizshme referimi. Kryesocialisti tha se shumica e shqiptarëve është e vendosur për ta çuar deri në fund, atë që e cilësoi si një mision historik. Shumica e shqiptarëve tani më është shumë e qartë edhe është shumë e vendosur për të çuar deri në fund këtë mision historik që fati e ka dashur që të vijë në dorën tonë. Me autoironi, kryeministri Rama tha se arsyet për të protestuar janë të ndryshme, si ato të influencerave, të cilët sipas tij dalin në shesh për të rritur numrin e ndjekësve në rrjetet sociale. Është edhe më kollaj të